që zoti Kurti do donte realisht të ndante pushtetin në këtë aspekt. A është hap diskutimi edhe për të bërë pjesë e qeverisë? Pra, e përmendët pak fillim një marrëveshje klasike, që pastaj do të prodhonte një president. Në fillim, jo rastësisht zoti Kurti e ka ndërtu 4 hapa deri këtu. Domthonë, konstituimi i kuvendit, ndërtimi i qeverisë, buxheti dhe ratifikimi i ligjeve ndërkombëtare, mandej presidenti. E ka nda, ka largu, ka distancu, nuk ka pas. Kjo është edhe kur diskutoj për kandidaturën e zonës Vjosa Osmani dhe mundësinë që ajo të kandidojë nga lëvizja vendosur, se kështu e ndajti zoti Kurti agjendën. Tani, nuk po besoj që ka të bazë bëj me ndryshim mendimi mas 28 dhjetorit për Vjosa Osmanin. Në rastin e vlerësimeve tona, secili që e ka përcjellë dhe beson politikën në Kosovë dhe zotin Kurti, pra që vepron, që është e Vjosa Osmanit ka qenë e përcaktuar para 28-ën për zotin Kurti. Ka qenë e definuar shumë herët. Vetëm ata që se kanë besu, vetëm ata që se kanë besu, s'kan dashur me besu. Zonja Agjiu në një studio tjetër ushtruese e detyrës presidentës, po thotë që po të kishim sigurt atë të 10 votas, do të kishim asnjë arsye që të mos kandidonim zonën Vjosa Osmanit. I kam pas. Kjo çështje është vetëm arsye tim, mbulesë. Çështja e Vjosa Osmanit, nëse më pyetni mua, ka qenë e caktuar para 28 dhjetorit e zotit Kurti. Nuk ka qenë në planet për të vazhduar mandat dytë. Përkundër, që unë besoj, është vërtet, marrëveshja e Osmani-Kurti e vitit 2021 ka qenë për 2 mandate, ka qenë 1+ për tej. Ka një bashkëngar, ka një mini list, ka një mini emën. Edhe kjo që po bën zoti Kurti tash, po do në me repliku që të 3 institucionet me udhëheqën një parti politike. Nuk është era parë që po ndodhe, po do me vazhdu, po me emën tjetër. Jo me Vjosa Osmanin. Sepse në rastin e parë, 2021, deri tash, Vetëvendosja e ka udhëheqë të 3 institucionet në Kosovë. Nuk është era parë të ndodhë tash, ka ndodhë në Kosovë kjo. Ka ndodhë që një parti ka udhëheqë të 3 institucionet. Një koalicion ka qenë. Nuk ka koalicion aja. Çfarë koalicioni kur je numër 2 në listë, e zoti Kurti nuk ka qenë gardë vitin 2021 fare. Zonja Vjosa Osmani ka udhëheqë listën e vetëvendosjes në rezultatën e 14 shkurtit vitit 2021. Ka udhëheqë de jure dhe de facto ka udhëheqë. Dhe marrëveshja ka qenë në teren dhe është zbatu, unë për kryeministër ti për president, zoti Kurti ka dalë, ka thonë, nëse keni pas dallime, dyshime, mos pajtime, deridhje, për mu dhe për Vjosën, se kemi qenë 2 lista, tani jemi 1 listë, 1 qëllim, 1 objektiv. Unë e kryeministër, kjo president. Kjo ka qenë gara. Edhe 28 dhjetor 2025, njëjtë ka qenë. Vota është bo, Kurti kryeministër, Osmani president. Kështu është kërku vota. Për këto është votu. Se ka mojtë zoti Kurti fjallë